Wa alaikum assalam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mendimi i tepërt për çdo detaj, për çdo çështje dhe arritja deri në atë pikën sa më u bër pesimist, me mendu keq për të ardhmen, ose vazhdimisht me thonë, po pse, po sikur, po të ndodhte kështu. Këto janë cytje për shejtanit. Dhe normal, besimtari mendon, por mendon me optimizëm, mendon që si e si të përmirësoj, dhe jo si e si të brengos dhe të dëmtoj veten e tij. Kështu që edhe për detajet më të vogla, pra ne si musliman besojmë edhe në caktimin e të Madhit Zot. Dhe kjo është shtyllë për shtyllave të imanit. E ka caktuar Allahu, shif, vazhdo para.